vajza ime fëmiu i parë ka ndrru nazat e fejesës që në datën 6 edhe unë nuk kam qenë prezant. Trashëgime dhe jetë lumtur. Faleminderit, nuk e kam puth në ball, nuk baba i saj nuk e ka prit me aputh ballin dhe me uru një jetë lumtur me djalin e ëndrave. Mbas mendoj se diçka është bërë në protestë, është strukturuar pak. Të paktën menaxhimi i protestës në shesh shkoi sot për të kthyer nesër. Po si ka qenë në gjykimin tuaj protesta këto ditë? Ju thatë është strukturuar në çfarë aspekti? Te grupi organizatorë keni fjalën? Jo. Është strukturuar menaxhimi i protestës para ministrisë, të paktën, apo kupton? Tek foltorja ka shumë kuriozitet. Kush janë njerëzit që janë pas kësaj proteste që e organizojnë? Nuk është mangur incidentet, ka qenë paqësorë deri tani. Kush janë ata që i zgjedhin persona që do flasin aty? Se ka pas me ata që kanë thënë që nuk na kanë lënë të flasim. Për mendimin tim, për sigurinë, për qytetarinë, për edukatën, për atë civilizim, për atë mbrekulli, edhe për atë shembull, meritorë që gjithë populli. Janë vetë qytetarët. Nuk mund të rrajmë gjoks për meritën e atyre. Ata atyre ju takon respekti, falënderimi, ju takon gjithçka. Janë qytetarët shqiptarë që dalin aty. Nuk mund të kontrolloj dikush një masë nëse ata vetë nuk janë për të mbajtur kontroll. Zoti, çfarë ndodh brenda protestës? Fryma, entuziazmi, si është krahasim me ditët e para tani në ditën e 15? Protesta është duke u ngjitur, entuziazmi. Shpresoj dikush patronazhistëve dhe skleverëve modern të Edi Ramës bashkë me Edi Ramën t'i blej një palësyze që t'i numëroj më mirë, t'i shikoj më mirë. E kanë të kota propagandat që fotografojnë veç fillimin e kur fillon më grumullu. Sa i mbrëm në gjykimin tuaj, për marrin protestën e fundit? Mbram ka pas më pak se një ditë më parë. Shtunën ka qenë një protest aq masive sa sigurisht e ka kalu 100.000. 100.000 në shesh? Mbram, po. Plus në rrugë kanë qenë edhe më shumë, se janë bashku njerëzit. Por dije ka pas pak më pak se sa të shtunën, për shkak se kanë qenë djel, njerëzit janë përkushtuar pak familjes, duke menduar se aty ka plot. Gjë që ju bëj thirrje, ashtu si unë që kam lënë familjen time anash, edhe si shumë të tjerë që kanë lënë punët e veta, të vazhdojnë ta mbajnë frymën e protestës gjallë. Frymën e protestës e man vetëm populli. Kjo protestë është e popullit. Është e qytetarëve. Ju thatë që edhe për shkak të normalisht angazhimit familjare, për qenë pranë familjes, për të kujdesur, domethënë mbrëm ka pas më pak se para mbrëm, por a keni frikë se kjo mund ndodhë edhe në vazhdim, duke qenë se është e njëjta gjë për 15 ditësh, pra a ka ardhur momenti që protesta për shembull kanalizohet në një lëvizje e cila të futet brenda sistemit, pra të mendoj tani e arriti objektivin, e tregoj forcën, tani të futet ta luftoj sistemi nga brenda? Po ju sjell këtu fjalët e një pjese që mendojnë kështu. Jo, do ta shikoni sot. Do ta shikoni sot që do ketë shumë më shumë se sa mbram. Protesta nuk e ka arrit qëllimin. Por qëllimi i protestës është dorëheqja pa kushte e Edi Ramës dhe zhdukja një herë mirë e sistemit 36 vjeçar që këtë popull e ka shpërngulur prej trojeve të veta, e ka vështirësu jetesën në vendin e tyre. Nëse shikojmë luks në Tiranë, edhe në disa qendra qyteteve janë njerëz të caktuar që e kanë. Për me pa jetën e Shqipërisë, duhet dalim në fshatra. Dini në fshatra, gazetarë, merrni kamerat, dilni në periferi, shikoni se si jeton populli i Shqipërisë, si në mesjet. Po, zoti Zotaj, ju thoni kështu, por kryeministri Ilir Hakim pak minuta para se ne të nisim të bisedë, nuk e di a keni lexuar, shprehur që ata që u drejtuan mbrëm dhe Trinasit, pra kam fjalën për marshimin, është një tur me mendjet liga që po dëmtojnë imazhin e vendit, turizmin, ndërkohë që sipas tij qeveria nga kjo dhe ai do dalin më të fortë se kurrë. Edi Rama është një, për mendimin tim, është një sociopat që nuk i bën përshtypje asgjë përveç vetes tij.
ai hedh balt mbi çdo njeri që është kundër tij, mbi çdo qytetar, mbi çdo popull. Është një nga njerëzit më arrogant edhe më i pa edukat kur i drejtohet popullit tij. Pra, nëse unë i drejtohem Edi Ramës keq, unë jam një qytetar i thjeshtë. Ai si një institucion është i detyruar të paktën për etik të flasi, të i drejtohet popullit si një lider. Po jo, i drejtohet popullit si një rrugaq. I drejtohet popullit si një sharlatan, ashtu se si vishët. Unë personalisht nuk pajtohem me marrëshin drejt aeroportit. Unë personalisht... Ishte një vendim i marrë aty për aty ky, apo... Jo, ai nuk e di nga ka ardha ai vendim. Unë nuk e di. Pra, mendoni që ka edhe brenda njerëz protestës që duan ta... Edhe njerë, protesta është e popullit. Edhe protesta... Ne një grup njerëzish mundohemi që pak a shumë me pajtimin e tyre, me pëlqimin e tyre, të menaxhojmë që në foltore mos të vinë politikan, mos me kthy partijake, se s'është partijake. Mos të vinë njerëz që kanë ekstremitete të cilat dëmtojnë imazhin e protestës edhe dëmtojnë qëllimin e protestës. Kjo është e gjitha. Mikrofoni që qytetarëve besoj që të gjithë e kanë parë, nuk zgjidhen kategori, nuk klasifikohen njerëz, klasifikohen vetëm të zhyturit në politik dhe ata që mund të kenë ndonjë qëllim dashakeq për ta